Mirë, po mua më rezulton që zoti Shej e respekton ligjin vetëm atëherë kur i leverdis, ose nëse ligji i pëlqen. Se po të respekton të gjithmonë ligjin, do të respekton edhe ligjin e financimit partive politike. Domethënë, ne mos duhet presim tani që zoti Shej, me që është i pasur, i shkel ligjet kur doj dhe paguan gjobën, dhe kur i pëlqen i respekton. Përveç faktit që ju si një subjekt i ri politik, domethënë dilni me listat mbyllura, për mua është i minus i madh për forcën tuaj. E para, për sa i përket listave të mbyllura, nuk e kemi bërë ne këtë ligj, përkundrazi ne kemi vetëm një deputet në Parlamentin Shqiptar, dhe ai deputet që ne kemi e ka refuzuar dhe ka kundërshtuar pikërisht këtë ligj që i detyron shqiptarët të zgjedhin deputetet e tyre me lista të mbyllura dhe favorizon kryetarët e partive të vjetra. Por ky është ligji dhe ne kemi respektuar. Ne në një vit e gjysmë që kemi nisur këtë parti, jemi munduar të ndërtojmë një parti jashtëzakonisht serioze. Kjo nuk e bën atë më pak demokratike, sepse ne i nënshtrojmë ligjit kur vjen puna tek listat zgjedhore. Mua më duket, do mendimin tim, mua më duket patetike nga ana e partive të tjera që janë munduar të manovrojnë me familjarët e tyre në këto lista. Japin shembullin e tyre personal, thot Albi, në momentin që janë kundër kodit zgjedhor. Deklaratën notariale të tyre janë të pavlefshme, nga ana tjetër më duket patetike që ti ndërton një parti serioze dhe të vetmit persona që ti mund t'i besosh në ndërtimin e kësaj partive dhe zgjedhjeve të deputetëve janë nëna, baba, motra, vllai dhe nusja jote. Kjo më duket patetike për një parti të re, dhe jo fakti që ne kemi respektuar ligjin dhe kemi vënë kandidat kudo. I beson sepse e di që ato do të riqen, Ardit, kemi deficite me kohën tënde, do ta mbyllim bashkë me patjetër, po dua të ta bëj një pyetje përpara se thuash atë që do të thuash, sepse gjatë gjithë kohës vetëm na ke dëgjuar. Zoti Berisha më ka bërë përshtypje, kohëve të fundit gjithmonë edhe më shumë po bën thirrje që të mos votohen derivatet e të djathtas, dhe këtu e kanë fjalën për mundësinë, por gjithashtu edhe për partitë tjera. Në gjykimin tënd, do të ndikojë kjo thirrje Berishës kundrejt elektoratit në performancën, në numrin e deputetëve të këtyre partive të reja të djathta? Që Sali Berisha, Edi Rama, Flamur Noka, Gazmend Bardhi, Taulant Balla, Blendi Klosi apo kushdo nga drejtuesit apo pjesët e leadershipit të dy partive të mëdha të bëjnë thirrje që të mos votohet asnjë nga partitë e vogla, është thirrja më normale e mundshme. Nëse do të kishte ndonjë thirrje tjetër, unë aty do filloja të shqetësohesha dhe do mendoja që prit se çfarë po ndodh, që nëse zoti Berisha do thoshte pritni që nëse s'u pëlqen PD-ja shkoni votoni dhe partinë Mundësia. Nuk ka logjik politike. Zoti Berisha është në kulmin e fushatës elektorale dhe do vazhdoj të sulmoj çfarëdo lloj subjekti dhe cilin do parti politike, cilin do kandidat që nuk e ka pjesë të skalionit të tij. Thënë këtë, sigurisht që zoti Berisha nuk e ka betejën me partinë Mundësia, nuk e ka betejën as me koalicionin Shqipëria bëhet, nuk e ka betejën me asnjë prej subjekteve të reja apo dhe të vogla. Se po t'ishin bashkë me përdëm do të fitonin. Unë nuk jam nga ata që besoj këtë gjë. Nuk jam nga ata që besoj këtë gjë. Beteja e zotit Berisha është me zotin Rama, ndërsa diferenca këtu tani me zotin Rama është që zoti Rama betejën e ka me të gjithë. Unë nuk di që me përjashtim të zotit Doshi, po edhe ky i fundit e ka deklaruar që është parti opozitare, pra në fletën e votimit ne kemi 11 subjekte politike. Nga këto vetëm njëra është maxhorancë, të 10 të tjerat janë opozit. Që do të thotë zoti Rama ka betejën me të gjithë, ndërsa zoti Berisha ka betejën do duhet ta ketë në sakt vetëm me Partinë Socialiste. Sigurisht nuk mundet dot që kur pyetet të filloj me elozhe për partitë të tjera, qofshin këto të dala nga Partia Demokratike apo dhe parti të krijuara, po themi, jo nga të larguar nga PD-ja. Unë do doja të theksoj një gjë tek pjesa që u diskutua për listën. Atëherë, unë si Ardit, apo po themi me aq sa ndjek politikën, e konsideroj një qasje shumë herë më të ndershme, se po flisim për ndershmërinë politik, që unë nuk jam nga ata që besoj shumë të ndershmëria në politik, po meqense u ra diskutimi, po flisim të ndershmëria politik. Dhe unë mendoj që është më tepër për të vlerësuar kur një parti thot, kështu është ligji, kështu e kanë bërë ligjin ata që kishin mundësi për ta bërë, dhe unë po bëj këtë formacion, sepse ajo qasje që, apo ajo lloj teknike që ka përdorur koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet, apo koalicioni Djathtas për zhvillim dhe koalicioni Euroatlantik, është një lloj hile. Pse është hile? Sepse të gjitha, dhe këtë mund ta them edhe pse nuk jam jurist, po e them me përgjegjësi, në bazë të komunikimeve apo kontakteve që kam pasur me juristë të ndryshëm, që nuk kanë vlerë notariale, pra të gjitha ato dokumente që janë çuar
në KQZ si deklarata të tërheqjes kandidatëve që janë në listat e mbyllura nga këto partitë e vogla, nuk kanë vlerë notariale. Pasi fjalë vjen, nëse në zgjedhjet e 11 majit partia Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, merr 3 ose 4 deputet, ashtu siç del në sondazhe, në disa prej sondazheve, të 4 të parët e këtij koalicioni mund ta marrin mandatin. Dhe ai dokument, ato letra që kanë çuar në KQZ nuk kanë vlerë, nuk bëhen këta deputet dhe nuk bëhen, po themi, më të votuarit e listës së hapur aty ku është zoti Lapaj, zoti Shabani e të tjerë. Ajo që unë do preferoja dhe do më pëlqente shumë te këtij debatit për listat është si zoti Shehaj, si zoti Lapaj, si zoti Berisha, si zoti Rama, unë do doja t'i shija në një mazhoritar të pastër. Pra, të gjithë kundër të gjithëve duke garuar. Jemi dakord. Kjo është, Nuk ishte shansi jonë në këtë zgjedhje, por